Përshëndetje dhe mirë se na keni ardhur në episodin. Sa është për 11 pa keni jeti ç'është? Kush është ky mor? Tregoj Arlin. Fantomasi. Ma ishte. Ç'është ky mor? Sjell me Arlin, ku është Arlini? Do Arlinin. Jam shumë i shumtuar di na falni, po i projekt në teatr dhe shi ç'a të bë. Mos u merrni me teatr. Shihni teatr, po mos u merrni me teatr, njerëz. Na transformoi. A mëse si jam da aq shumë tutje. Jam më seksi po nuk. O flaku se shoh dot me sy më burr. S'është Arlini mo. Po unë që kom 2 sezone të shoh për ditë ty edhe s'tem Gjuslafi, po na po ke koti i herë që vi unë i rrojt në studio. Që përshëndetje i herë se merrem me budallën këto tash. Budallaj. Si më jeni, si u kom, si u kom. Mirë se na keni ardhur në një super episod, se këtu është një anime që e keni kërkuar shumë veta. Tashi ju mund ta shihni që kemi kasapin në studio, do pyesni ku është Speci. Po Speci ka ca punë që tashi i duhet impenjimi dhe normalisht se ndërpresim dot. Kështu që Më se kuptosh. show must go on, Lale. Patjetër. Show must go on. Kështu që ne sot kena një anime që mund e dashuroj, Lale, për vetë faktin që është mitologjike. Ore, mitologjike, historikisht e sakt, personazhe me zhvillime shumë të forta të karakterit. Edhe lojra bile s'kam bërë për këtë. Lojrat po. Qa fut kot. Ka loj, po patjetër. Okej, do ma tregosh çik mas ne masi ta prezantoj. Jo, se do flim këtu pas. Okej. Sot ne kena për të fol për Vinland Saga! Usharani me më. Mitologji personazhe. Ha pra he. Mitologji nordike, Lale. Vikingat llaj. Si ne? Depi! Çik Më të kuruar, më të Më të evoluar. Pa më barbar. Okej. Sot neve tash më në fund edhe për hir të Kleas se Maut, kemi një të ftuar vajzë. Për hir të Kleas, për hir të gjithë juve që na shikoni. Po se kjo anë kohë me mjesin dark, Maramon. Po na duan ca goca më se neve thjesht të zbukurojmë ambientin. Hate bat kjo tema, vazhdojmë tek Keep te prezantimi i të ftuarës. Ajo është një arkitekte, është një anime lover, është një supervisor simpatike të zoti. Ardita Kasa! Mirë se ju gjeta, komplimenta për studion. Faleminderit. Më në fund kam ardhur këtu, jam ndjekse e podcastit. Për te arkitekturës, animet i kemi ndjekur shenë fëmijëri. Megjithatë, ky është episod shumë special. Vinland Saga, është nga të parat që kam parë. Okej. E kemi nisur pak e rëndshëm. Si shumë E rëndshëm. kundërta e jonë, Me buçëm. ka nisur nëse kjo është një ndër të parat. Attack on Titan. Shëllimet e mia, kur i kemi të shtatat. Attack on Titan. Që s'jam fare të fol Attack on Titan. Mos të fillojmë, edhe që ta Jo. Nisim buçëm. Nisim buçëm. Dimi që pas ke nisur me Berserkun, më të keqen. Almost. Almost berserk. Jo zot. Animet nuk janë për fëmijë. Po, plus Nuk jam 18. Jo, çdo këto. gjë. Nëse më duket kjo është plus 16. Në Po. Netflix është Kjo plus është 16 Po, Vinland po. Saga. Për shkak të Vinland. skenave të luftës. Patjetër. Ajo Deri tash është për s'majmen ka plus pas 18. skena kështu sensitive aty. S'majmen son ka kohë që. Ka pakës? Tash ka këtë pjesën e rrëmbimit Jo, këtyre. ka gjëra të tjera. Jo. E kisha jo pra të skenën që po Okej. të tjera. Okej. Ka sa po logon plus 18. Këtu gjithsesi jemi me rregull me gjithë njerëzit. Unë jam këtu, po çfarë të vej, unë plus 18. Ti që shef boku në pikën? Kokra e Përshëndetje, si kalovat? Po ti ke detyrë shumë të rëndësishme, koleg. Ke barrën e kombit mbi ato supët e tua, të dhe jam osura pak, por që gjithsesi, mas saj ditë të ftuare se e kom me Kimet. Pra mo, diçka shumë speciale nga Enzo Attini. Faleminderit. Ja ta Super hapim ta shohim. Inshallah të pëlqen. Po që Ma lërë, ma kam lërë, dyshim. Gjimoj e mër vajze, më mbytën një xentile. Ja. Jemi Nuk ishe lënë mua. Promovojmë pavarësinë familjarë. Orderoni? Wow. Sa Okej. gjona fantastike po vinë nga Enzo Attini.
vllai, Nuk të diskutohet, përmirësojnë gjonat. Shkon edhe Po, me këto tjera. Collection, gold collection. Shumë, Takzosh. takzosh. Faleminderit. Po kjo është më veçantë I se rose shkon gold. formatit tënd. Kjo është pak po e sigurt. Thank you. Por Për lulet lule. Por nuk mbaron me kaq. ka dhe Tashi, diçka tjetër, Nuk akoma e më di special. sa të pas ka zotin Close Friends, Pra, po pra. është hera parë që neve po bëjmë 2 dhurata. Okej. Dhe kemi edhe një super dhuratë vlla nga Must i Charti. Është diçka shumë e veçantë që asun vetë nuk e di se si është brenda. Kjo është super. Është totalisht surprizë. Unë thjesht i kam dhënë direksionet dhe ai çuni ka punu aty me të qenisme. Ashtu është vetë ai. Të vdesun. Ua! Oh, Ja. Po. Po. Ja, se të vëti është Që ka shumë e bukur. Nuk e di çfarë rezatimi. burile ka. Mau. Nuk hoqa unë kapelen, jam i sigurt për këtë. Mos e ish kapelat e ti sa Po çfarë bëhet kështu? Ka shumë dhe. Shumë e bukur, takzosh. Shumë faleminderit. Shumë e bukur. Shumë Takzosh. faleminderit. Është Pearl Amnesty Chart. Bën vetëm Lumshin ai. duart, lumshin duart. Por kam dhe unë një Ja, Dhurata. më dhuratë të të vogël. Wow, Prap që nga dhurata. episodi dhurata. që ka sot, Lale. Inshallah. Po, më fal. Edhe jemi right on theme, actually. Ja. Tani, unë mendova që t'ju shtoja në koleksion. Ja. Volumin e parë. Wow! Ja, sa gjë e bukur. Fantastika. Ja, Lale. Sepse, ndryshe nga anime, manga fillon në një tjetër kronologji. Dhe Vërtet? mund ta zbuloni për ta magjie. lexoni. Unë se kam lexuar, unë nuk lexoj manga, ju të gjithë e dini, po jam i sigurt që këtë do ta lexoj. Do ta lexoj është e vdekur. Pse ti di të lexosh? Do përpiqem. Me gishta po. Shiko, ka figura, ka figura. Ja, pra, ja ku Okej. dolëm. Poza më e bukur. Ja ku dolëm. Është Shumë ka e bukur. super animim, më të detajuar se sa në. Ja, mbajmë ordero. këtu. Po. Fiksa të E kam ma bëlosh bani me ti. kimetë se ju agni me majonez pasaj. Po servi kam unë vetëm dhurata pas ka Për përgjë. zotin, Do vllai, vi më hajde shpesh. Lejk merr pushimet vjetore valla. E ke lejen. Okej, kthehemi pak tash tek Kjo si anime. kjo si anime. Okej. Çfarë të pëlqeu në fillim? Kur e pes, okej, ke pas një hint apo një diçka, diku që ta ka Po, sugjeruar. patjetër. Mama ka sugjeruar Shoshia Ngusht. Mhm. Si që thash, pasi pash Attack on Titan dhe isha kështu cop. Po kërkoja diçka filozofike dhe të thellë. Okej. Dhe kjo më të roshi sepse ka vendosjen e kohës në kohën e vikingëve, gjë që është shumë ndryshe nga çdo anime tjetër që kam dëgjuar të paktën, nuk e din se ka tjetër. Edhe në fillim ka qenë super e çuditshme, që ti po dëgjon japonisht, edhe po shikon Skena vikingësh. viking, pamje komplet të tjera. Problemi është që unë e kam pa anglisht. Jo i Më falni. vetmi. Jo. Me le. Më Edhe falni, këtu rrugët tona ndahen. Jo, asnjë. Mirë, kam pa një 2 skena japonisht, po Pse pikërisht ato dy skena? i kisha sugjeruar, ai kisha me ultimatum Lale. Japonisht ose s'kthehesh gjallë në shtëpi. Po. Është eksperiencë tjetër japonisht. Patjetër. Well, Po, dhe më falë që të ndërpreva. Jo thjesht në fillim nis shumë çuditshëm sepse ke komplet audio me vizualen, nuk e mësuar që ti shikosh bashkë. Po, Por bëhet shumë interesante. Të bëjmë spoil. po mund bëjmë. Po jepis- çfarë bëjmë? Ta vendosën Tash 2 sezone janë ato turë. Janë veç 2 sezone, po Po. fillon intensivisht me vdekjen e babait të personazhit kryesor. Po ti që mos e nis kaq rond që me ti. jo, në fakt rond shumë nis Dekën e episod. Thorsit direkte. Aty fillon. Unë doja ta lija në atë moment, Lale, për zotin. Nuk e di ai Thorsi, më pëlqeu aq shumë si karakter. Unë këto e thash, okay, ky do jetë karakteri im në këtë serial. Dhe bam se seri 3 i Mos krijo kaloj. më personazhe Nuk e di, preferuar se personazhet e to preferuar vetëm vdesin. Po. Po mjaft më se ne i vrave. Eren Yeager. Episodi 2. Hopa. Po, Është shumë fix, kjo që the ti fillon ta duash një personazh, ndodh diçka me atë personazh. Autori e shkruan që Autor e gjithë të legend. shoptit. autor legend Ose- ordinero. Ose mund ta urresh një personazh, por kupton që ka arsye pse është kështu. Kjo më ka pëlqyer më shumë nga të gjitha, kompleksiteti që kanë personazhet.
Po, kur vdiq Thorsi, jam kurios tash. Të prekun do pak? Ose, u lidhën do pak me Thorsin praj që pak sa ishte? Po, kishte një figurë shumë të ndershme, kështu që... Figurë të ndershme, kështu. Me se leckësh. Ishte një burr. Ishte Me familjar. Ishin kapitale, ishin kapitale. Ka dalë një mau, ka dalë. Jo, unë kam dyshim falë, unë kam dyshim ta marrë fjalën të kjo pjesë. Merë. Ai si personazh, unë arsye pse dashuroja atë si personazh ishte sepse thoshte unë dua të ndjek rrugën për të qenë një burr i vërtet, një viking i vërtet. Dhe ai thoshte që unë kur luftoj me dikë, unë nuk luftoj me armë, sepse ajo nuk është fitore e drejtë, unë luftoj me fuqinë time. Dhe çdo gjë, sado që ai jepet shumë pak si personazh, çdo gjë rikthehet te fjalët e tij. Që një luftëtar i vërtet nuk ka nevojë për shpatë. Po, ky është mesazhi më i madh. Dhe ky është mesazhi më i madh i gjithë. Por unë dua të shtoj një gjë tjetër. E dini juve që autori është komplet kundër dhunës? Po. Se kjo është logjike, se po pra po sen. Se nuk e di unë këtë. Një që është komplet kundër dhunës e urren si fenomen dhe ka stile e krijoi Vinland Saga për të treguar domethënë sa e padobishme është dhuna. Po ndërkohë që mund të arrihet paqja nëpërmjet thjesht bashkëpunimit edhe konsensusit. Kjo pjesa e Vinland ishullit, domethënë Vinlandit, më duket më shumë si kjo, siç është sinonimi i Eldorados, toka premtuar. Po. Idealja, toka idealja. Deni, po ta fusim në anën biblike këto parajsa. Domethënë aty ku s'ka asnjë lloj të keqe, që nuk ekziston kurrë. Janë kaosi pa harmoni. Ajo ishte toka e premtuar sepse mendohej që aty kishte prosperitet, kishte ushqim për të gjithë, një klimë e mirë dhe njerëzit do thjesht do rifillonin edhe një herë një jetë në paqe. Dhe kjo ishte ajo çfarë kërkonte personazhi. Po. Dhe domethënë përveç arsyes përsa ata u nisën në udhtim, që u bë edhe prita dhe e vran. Domethënë ai kishte këtë dëshirë. Aty ordineri u tregu floki. Ishte më i keqi. Nëse ai ishte me direksion më duket nga mbreti. Si e ka pas emrin, mos gabofsha, ka qenë në Kanut ishte princi. Jo, Kanut ishte princi. Kasap, po na kujtove dot na asisto se s'po m'vjen tash. E ka më gjuhë sepse është te seriali Vikingët. Është te seriali Vikingët. Po nuk po m'vjen tash. Po dhe kom pas fjalën s'po m'vjen tash, kjo është bukur. Jo, Vikingët janë tjetër muhabet lla. Nëse Floki qëndrojmë te Floki për mua Herald. King Herald. Po. Që nuk shikonte më vonë diçka. Po. Ishte plak, ishte mashkina të veta. I kishte ardhur dita me vdek, po më duhet ishte me direksione nga Jo, nuk ishte me direksione nga mbreti. Historia ishte që mbreti më në fund mori vesh, generali i tij më i fuqishëm dhe më i madh ishte i gjallë dhe urdhëroi që të ktheshe. Po mirë, Floki e bëri pritën tash që do të mbante pozicionin. Pagoi mercenarët që të mbante pozicionin që kishte. Dhe na del shpirti i vogël eskalad në skenë. Se duhet ishte i keq ky djali. Domethënë i keq. Nuk është se ishte i keq, edhe që bëri ai se duhet bota të lloj gjë. Është diskutueshëm. Jo, nëse besoj, ai ishte super strateg dhe vetëm fëmijëria që pati ai është mjaftueshëm arsye për të thënë që okay, ka një super background dhe motiv për të dalë në atë rezultat që doli. Unë mendoj që pa atës do kishte fare Vinland Saga. Po. Patjetër. Është arsyeja pse ka ndodhur çdo gjë më vonë dhe pse progreson Thorfinn në atë që bëhet. Po Thorfinn ishte transformim shumë i vogël që mund një gjigant që mund të ndodhi një fëmijë në atë moment. Grafikat aty lyn mendsh, në momentin që ai shkon berserk fare. Ama kur ka qenë ky krau i djathtë Björni, marrëdhënia e atyre është bro code. Ai Björni, domethënë se e kanë bërë kështu berserk, po kujtu Broli vëlla. Fiks. Po kujtu Broli nga të kërpudhën që u transformua, ajo ishte. E shef çfarë promovon ky autori. E shef çfarë promovon. Promovon drogra këto. Më duhet ta them këtë gjë. Autori është historikisht shumë i saktë në të gjithë animen. Sepse ka kaluar,
ka bërë 8 vite studim të gjithë vikingëve, historisë së vikingëve, dhe që krijoi animën. Domethënë veshjet, Se hartat. është kaq e rëndësishme studimi i historisë. Po, Gjithmonë është më i mirë studimi. veshjet, armët, çdo gjë që tregohet aty është historikisht e saktë. Patjetër. Patjetër sepse kur flasim me fakte e morën vesh kasapo ja tash do ta mbyllim. Këtë pjesë parë, para se të ndërtohet një storyline, një anime apo një film, diçka, Duhet të ketë përcaktimi i saktë i një ngjarje ndis nga zbulimi i kohës dhe i vendit. Të tema e Paragrafi poesia. parë. Paragrafi i parë i leksionit. Shumë faleminderit Shokuandi. Okej, kthehemi në pjesën e dytë me shumë surpriza të bukura. Shadow Clone. Okej, u kthym pjesën e dytë. Super anime. Ka Është gjithë. fantastike. Unë nuk e di, unë kam një lidhje shumë shpirtërore me mitologjinë greke dhe nordike. Për mua janë mitologjitë më të pasura, po heqim atë japonezën. Po egjiptiane? S'm ka pëlqyer shumë ndonjëherë, valla, për zotin. Nuk është se është e bukur Nuk që ke shumë. fan si Yu-Gi-Oh! Jo, unë jam fan si Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Se për Yu-Gi-Oh! Jam me këto pasojë sot e kësaj dite, se Lushin pllakaton e kemi thonë dhe te episodi, letra për grush, këllësiste shkelmi, bymë, mos e prek letrën të shehimja, e tjera, s'po futemi në detaje. Kalem këto. E lam paka shumë tek pjesa e Askëllad. Për mu është Jago e ka, Që kemi se veshur. tani është Me dhe një luftë të official. ri. Shumë e bukur njerë të shkon qamet, Po. edhe ngjyra fantastike. Shkëlqen, më shkëlqen. A mos ti qartë lumshin durët se e ke qa vallaj. Po, është e vërtetë që theti që pa Askëllad nuk do ishte një të Patjetër. anime. Dhe po ta paralelizojmë pak me pjesën e vikingëve, serialit, se ka shumë ngjashmëri. Domethënë dhe karakteret Po, që thuaj se janë të gjithë aty, vikingët, Është bazuar në një mit. Po. Askëllad, edhe Kanuti ka qenë mbret i vërtet me Po, atë ka emër, qenë nuk mbret i janë vërtet, janë të bazuar në Dhe gjëra të vërteta. edhe Thorfinn mendohet që të jetë bazuar në një zbulues që prapë mendohet që Po. ka shkuar në Amerikën e Në Kanada. në Në Kanada. Kanada. Para tamam, Christopher Kanada. Columbit. Oh, Po, Mendohet që vikingët kanë qenë të parë që kanë zbuluar Po. Kanada. Amerikën. Dhe Sa quani ndryshon historia. Amerika, Kanada një tokë janë, kupton, thjesht tash janë ndarje kufish. Tokën anë sipër. Anë Ajo ka është veriu. tota, ajo është tota. Anë ka veriu. Po, edhe po të shikoni për shembull Vikingët, Valhalla, seriali Po. që është mbas vikingëve, është King Canute. Po. Po, ka qenë mbreti vërtet mbret. norvegjis. me atë Si emër. referenca ato janë marrë, nuk është Po. se thjesht këtu kanë ndryshuar, kanë pasur një histori që Po. tjetë më shumë edhe për fëmijët, për këto që Te ta shikojnë si anime. Për fëmijët, Deri diku për Të fëmijët. cilët pjesë e fëmirisë. ku të Jo, vdes të ajo pjesë që babi. mendoj. Në fakt, Ura. jo, Fortë që pra, t'jemi duhet. që t'jemi sinqert, autori e ka bërë pak më të butë në anime. Po. Se në jetën e vërtetë në histori është më e egër. Vikingët. Po të shikosh për shembull Po janë barbar, po? The Last Kingdom, versionin që është i vikingëve, pra është versioni i anglezëve. Pa. Pra se si është shikuar, është tjetër lloj masakre, ti e shef komplet vikingët në një lloj këndvështrimi tjetër, se kur shef serialin për ata, ty të duket që këta janë të drejtët dhe të mirët, njëjtë edhe në Vinland Saga. Mendoj që ata kanë drejtën e tyre. Patjetër pra, po ndërkohë janë vikingët ata që kanë qenë të këqinjt. Një popull që ti është vret për kënaqësi edhe për lavdi. Edhe Po, për në materiale. Po kjo ishte ideja e tyre, Po. që ti të Kur shkosh shko? në Valhalla, ti duhet të vdesësh duke luftuar. Po. Ka qenë super karakter, do të thënë, tek pjesa që sulmojnë Francën, Parisin, që është ky tjetri, Thor, si e ka ky bjondi gigant. Thorkel. Thorkel. Po. Thorkel. Xhaxhaj. Xhaxhaj. Që ishte xhaxhaj. Ai që me ato trungën e Po. madhe. Çfarë karakteri karizmatik, Lale, e kam dashuru. Ai është tipik Se s'pas ka vdek. për luftë, domethënë. Nuk ka Ai asgjë pas ka linit tjetër. preferuar. Sulba. Me dhe gjajnë, da jena pa muskuj, pa gjo. Unë jam habit të merë atëhere, kur dole Xhaxhaj.
i këtij të Unë e parashikoja, nuk e di se. Nuk ishte Xhaxhai. Daja. Daja. Po pra nga mamaja. Jo, fal. ishte Xhaxhai i mamas së Thorfin. Nga ana e nënës. Okej. Ishte Xhaxhai. Okej. Xhaxhai. Helga e ka pasë e jema Po, e po, Thorfin, okay, dhe Ilva Është motra. është motra e vet, ase se s'po kujtoja Sa emrin. kam qesh me të motrën kur i iku ky mas disa vitesh. Po. Hey, it's me your brother. Gomu no. Nuk e di se kam kujton kjo kështu kuptoj. Sa flashback karakteri preferum do doja unë. Ta dija dhe arsyet pse. Zotin Ashkelat. Ah, Zotërin, që duhet të bëjmë mbret, për mendimin tim. Bret. Po, mbreti i Danimarkës. Pse? E kishte në gjak. Po, Të lutem shumë. teknikisht pa, me rregull mbretëror Në pa. fasa the me rregull tërheqi. Ai kishte royal blood. Jep, Dhe ishte po pirat. nga ama. Nga mamaja ishte për Ishte pirata? i biri Jo, nga një ama kishte sklave. gjak. E ama u bë sklave, Po, diçka, po ka qenë princesh, Po, mos gaboj. Edhe pastaj babi ishte lordi një diçka royal prap krahinë, në diçka e farë. tillë dhe Dhe ai brenda ka gjithmonë të dy gjakrat e tij, Danish edhe English apo Welsh. Mos gaboj. Angles, prap. Po, Do thonë Wales që- e pjesa anglisht. Do t'i mbroj të dyja. Dhe në fund zgjeti e Pirat. pirat. Asnjë direkt valla. Mund do bëjmë Hokage. Po, pse pikërisht ka pëlqyer Escalade? Është shumë manipulues perfekt. Vetëm me një buzëqeshje. Kjo është Është shumë red flag. cini. Por jo, se kjo i hyn gjithmonë në lojë dhe ti nuk e di asnjëherë si do eci episodi, sepse nuk e di çfarë do bëj ai next. po, Dhe në fund të ditës ngelet një figurë atërore për Thorfin. Vërtet mendon se ishte një figurë atërore? Po. po. Ai që Unë, dur. po. O për kujdes mirë për... Në fund të ditës ngelet babai i Shepati. Pavarësisht se ishte arsyeja që po Domethënë jetonte është për shumë kontradiktore. hakmarrje. Është por- personi që i vret babin biologjik, por është ai Ai që që e kujdeset rriti. për ta në fund të ditës. Nuk e kuptova kur pse e bëri atë lloj gjë që e vrau Thorsen, realisht. Okej, ishte paguar për atë gjë, absolutisht, ajo e piratit, nga një ranë Mund të jetë ego, jo, s'do të quaj përpos ego, se se normalisht ka shpirti i konkurrencës, Po. por në të tillë situata është dhe problemi që ti humbë autoritetin e ekuipazh. Në raste të tilla, në momentin që ti fal dikë, Po, e mbani mend të planetit thesarit? po. Kupton që i Po. thoshte je zbutur Edhe- cyborgut, Pa. që ai ndër malvionave kur i shtrydh ato. Edhe njëjta gjë është dhe këtu. Pra, Po. në pirateri, pjesa e ndjeshmërisë do thotë I dobët. patjetër dhe thjesht je i skualifikuar. Por që Thorfin ngeli gjithmonë një pikë dobët, do thoya unë për atë. Mund ta kishte eliminuar që fëmijë. Pse zgjodhi që ta mbante? Ndjeri pra. Mund të ketë parë dhe diçka të ai që e pa, Unë domethënë mendoj që kishte shikonte karakterin veten e babit tij vet. diku aty. Kur Po, ka qenë edhe i kjo, vogël dhe po. kërkonte hakmarrje kundrejt Teatrit. teatrit. Dhe vëllezërve të tij. Por nese, unë do të thoja këtë që ky si antagonist është pëlqyer aq shumë për mënyrën e tij të manipulimit, strategjitë të mëdha dhe super funksionale që çonin gjithmonë në fitore, saqë për 3 vite rresht ka fituar çmimin si antagonisti më i mirë në të gjitha animet. 3 vjet rreshte. 3 vjet rresht. Kur bëhet fjala apo çka ke ide? Nuk e di. Tamam Okej. saktësisht çfarë vitesh. Por si anime sezoni i parë ka dalë në 2019, nëse sezoni i dytë në 2023. Në 1944. Me thënë drejtën jam mësuar, jam me vite kështu tani parë 90. Tash i ecën kështu. Tash se si më duket kërthen 2000. Po E ka merituar. për më tepër. Si do ta mendoje, domethënë e prisja fundin e atill, Të Ashkelat apo? po, të Askelat. Jo, dhe më ka prekur super shumë. Okej. Nuk e di, unë thjesht prisja më të mirë nga ai dhe aty të vret komplet që ai vdes, por nga njëra anë do i vinte fundi. Patjetër. Kështu që Mua më thjesht pëlqeu nuk do që shumë. të mbaroj. Mua më pëlqeu shumë ai transition që patën, nga thjesht mercenar
u Po bashkua mundoj me të bënte diçka më princin, të madhe. që të arrinin një synim më të lartë dhe ai takimi me mbretin. Është shumë epike. Ajo dialogu që pati me mbretin, që për të parën herë neve të pamë që Eskëlla të kalonte nga një qetësi, ti është kështu bëzërg dhe i preu kokën sekond. Ajo ishte That's my boy. That's my boy. Gregory boy. Now we're talking. Por unë kisha një pyetje. Okay. Kush mendonte se është antagonisti më i madh i kësaj si anime? Të Eskëlla apo realiteti? Çfarë pyetje sigurisht. pikante bën ti? Ska speca. Pa tjetër që realiteti dhe ka ku jetojnë. Lufta më e madhe që po bëhet përtej atyre me njëri tjetrin, dhe lufta e brendshme që ka secili për të dalë nga kjo luftë më e madhe. Shumë filozofike. Kjo ishte e goditur. Speci ti përgjigjesh me spec. Speci del më spec. Mendoj që kjo anime, çdo personazh është pasqyrë e kohës së vikingëve, e luftës që po kalojnë, dhe të gjitha reflektojnë në një mënyrë apo një tjetër. Por Thorfinn është i vetmi që arrin ta procesoj traumën e tij dhe kupton që paqja është zgjidhja. Dhe këtë e gjejmë te sezoni 2. Kush nuk e ka pa akoma? Domethënë kjo është gjë shumë interesante, se në fakt pa e lexoja dhe kam parë shumë komente nga fansa të ndryshëm që nuk e kam pëlqyer fare sezonin e dytë. Patjetër, ashtu kam qenë dhe unë në fillim. Autori ka thënë këtë, ata të cilët nuk e kanë pëlqyer sezonin e dytë, nuk kanë arritur kurrë ta kuptojnë mesazhin e vërtetë të animes. Nuk do pëlqen as sezonin e tretë. Se do duket kështu si tip marketingu i keq që se ke kuptuar ti pra. Do të ma futesh mua ti pa. Jo me mua. Ai për mia son këta. Çe thoni bë. Po, më fal. Unë kur kam qenë duke parë sezonin e parë, ty të pëlqen luftat, të pëlqen aksioni, e shef këtë që bëhet mish, vret gjithë, të merr, edhe ty ajo rrjedha. Pastaj e shef si dështak, atë në sezon 2, thua kush është ky? S'është ky personazhi që kam njohur, çfarë ka ndodhur? Vetëm serit e para. Vetëm serit e para. Se pastaj filloi prap masakra. Po pastaj kupton se pastaj zjat flokët, mbahet, kalon nga skllave në njëri. Edhe po zjat flokët, po nuk e di a ka një kuptim anë gjë. Neve vetëm po miteroqën me pikatore se s'ka. Nuk ka ku dalin mo, jam bo si fantomas. Po. Si fantazma Kasper. Kom dhe unë një pyetje. A do të bësh ti shok me mua? Jo. Po nuk të le. Jo. Kjo do personazh yt, unë jo do të thosh. Okej. Nëse do ishte ti një personazh në Vinland Saga, çfarë karakteristikash ti do kishe personalisht? Ose çfarë më do përdorja? Bukurin. Po. Lali ashtu kalon skllave. Princesh. Pak po si. Princesh mi. Se di, do doja të isha si Ashkelat versioni femër. Me mjekër. Nga birra. Another one. Another one. Pa, keni vore një fakt se më kujtove të bie, dy do them fakt. Po ta keni vore në kohën e vikingëve, nuk përdoren ndonjëherë kështu kjo gota klasike siç e kemi ne sot. Pra kanë qenë me horns, pra me brirët. Po. Dhe një nga dokumentarët që kam pas bërë dikur për kohën e vikingëve, tregoi që ata nuk e përdornin këtë lloj me stili gote, për arsye se ata nuk kishin kohë ta linin aty dhe të bisedonin. Pra ata ishin thjesht mbajnë dorë, po ta shohësh struktura ty s'të lejon ta vendosësh diku. E ngul. Bëni me ngul, ti thjesht po, edhe në lojë kështu e përdorin. Ose janë ngulçi shohut për ta marrë. Ma disin. Maja vlla, direkte. Dhe një tjetër, po ta keni vënë re, tek sulmi në Francë, pra në Paris, kur Eskëlla dërgon Thorfinn për të luftuar me jo për të luftuar, po se ai bën një trik. I bën për të vrarë generalin, se i thot ai kur do ndeshemi bashkë, kur ta provosh vetëm betejë, dhe vrit generalin, mësi kokën e generalit. Dhe ai niset, po e ke vënë re që i ka këtë stilin kështu si Naruto. Që vrapon si Naruto, thash, edhe këtu doli. Aty edhe këtu e bëri lidhje.
Po edhe me One Piece në bëri lidhjen e. Po edhe për Rita Pirat. Ai ishte si Minato kështu i ri, po Edhe kunaj kishte kështu, shorikeni va. Po kur kishte këtë stilin kështu. Ua, sa e dashurova, nuk e di. E kam patë kjo e Solo Leveling në mbarimin e sezonit 2, nuk e di a ke pas Solo Leveling. Jo, nuk e di. Ta këshilloj shumë. Mos u laf, mos argjoko. Po hike dreqen. Mos argjoko. Që është ky kinezi, ky hunter i kinez që i ka këto mrapa kështu. Oj, none! Zhang Ji, si ta këtë më interesant. Po është thjesht, wow, lale. Unë me si po presë Wow. Është pak kështu si ninja ai. Po pra, është i vogël. po kur i kishe këto momentet e që lëvizte super shpejt. Po pra, jo është aftësia e tij, nuk Po pra, Mina Dajki. ai ktheu komplet fizikun e vet në armën e tij më të fortë, që e bënte të shpejt, të lehtë për të sulmuar për të mos kundërshtarin. kapur armët e tij. I lezetshëm dhe pa. Do të ndërtoj edhe një herë nga e para, por pa push. Ja ku e kemi Xumbën aty sipër, Xumba Bagiksi. Edhe këtu është versioni live action. Me 4 syje kemi, po vetëm se kena as mos të parë. Për Gjimben, po. Jo, Xumba. Momente që ty nuk të ka pëlqyer fare në Vinland Saga. Që realisht e okay, s'po është ty dot. Se ndodh gjithmonë në çdo serial. Kur ishte Thorfinn që po e rrifnin ato të tjerët. Cilën rast? Të dyja rastet. Jo, ka disa. Të sezoni 2 që e rrafin këto bodyguards të fermës. E ke parasysh? Edhe në fund me ato të Kanutit. Ndonjëherë macaronte ai Kanuti, nuk e duroja dot. Lërë që mendova se ishte gocë njerë në fillim. Të gjithë menduam. Se thot edhe, nuk e di me kë është në atë moment Të gjithë mendojnë se është gocë. Po, e mendoni për gocë. Po dhe zërin japonisht më duket se ashtu ishte. Unë kam parë në anglisht. E bën femër. Ma kanë thënë Do të diçka tani. Kurse ta bëj me pip. Jo, po janë ca Okay. momente për shkakun, nuk e di a ke parë anglisht. Në një sekuencë të Vinland Sagës, po ke momente në anglisht që janë Oj, nona. lale. Ore, ai ishte person tjetër kur u shfaq dhe person tjetër kur u mbyll sezoni i parë, as për sezonin e parë. Domethënë, shif personaliteti që pati ai si individ, nuk e di cila anime tjetër mund ta ketë patë. Nuk ka. Ai pati E krahasoj me Attack on Titan. Sikur kishte domethënë një ndryshim personaliteti brenda sekondit. Pa jo dhe grafikën e ka si Attack on Titan. I gjithë seriali është kuriozitet. Mapa ka realizuar disa skena. Po, studio për sezonin e 2 të Vinland Sagas. Okay. Po, bën sens. Sepse edhe koloret në sezon të ndryt, po janë shumë janë shumë ndryt. Edhe në ndryt. Po dhe Attack on Titan. Efekti. Dhe Attack on Titan pas sezonit të parë kanë marrë mapa, më duket. Jo, sezon 3 është sezoni 3. Sezoni 3 i Attack on Titan është bërë po te mapa dhe sezoni 2 i Vinland Sagës është bërë po te mapa. Po. Edhe Jujutsu Kaisen gjithashtu, por nuk kam bërë. Të fusë edhe Jujutsu Kaisen këtë lojë. Po, por nuk kam bërë mend se në cilë studio kam bërë sezonin e parë, por aty mos gaboj. Nuk më kujtohet, tani kanë të vjetë. Okej, skip sa i pjesë. Personazhi më i urryer në Vinland Saga. Të jam shumë kurioz. Kanuti. Ose Floki, po më shumë Kanuti. Po pse Kanuti? Po se bëhet shumë nga një princeshë. Principesa. Bëhet shumë i etur për pushtet. Po që e kuptoj, ka dhe brenda transformimit të tij është i bukur, po ja si pyetje. Kam unë një pyetje. Kush është mashkulli më i bukur në Vinland Saga? Kanut, Eskelad apo Thorfinn? Apo Arlini. Val. Jo, po ti s'ka mjekër. Kisha dikur në rinin time. Kasapi. Eskelad, obviously. Dhe honorable mention Snake.
Lujt fe. Lutem. Ka që di me thonë. Mbyllim këtu, E Maron. mbyllim këtu edhe kjo episod Maron. Ciao, është të mira. Nuk ka të Dalin diskutojmë më. E bëjmë kështu që dalin nga poshtë lart. Po, personazhet. Po me kë anime ti do ta paralizoje nga ato që ke parë? Me Attack on Titan e kam dëgjuar shumë, nga pjesa që nisin me 2 fëmijë, Eren, Thorfinn, u vdes prindi para syve, pastaj transformim, por që për mua transformimet e tyre janë komplet të kundërta. Ndryshojnë si njerëz, por Thorfinn i proceson traumat e tij dhe merr rrugën e paqes, i jep zgjidhje, kurse Eren mendon që jo, unë duhet i vras të Unë jam gjithë. zot. Unë jam zot. Dio. Dhe kanë të dyja të fjalin tipike të tyre, që njëri thot, unë nuk kam asnjë armik, Thorfinn, Eren i thot, të gjithë janë armiqtë e mi. Përveç Do Mikasës. t'i vras gjithë. Mikasa, Ishte Sukasa. dashuria. Është batuta ime. Dashuria, po thoshëm fakt. Dashuria për femrën nuk përfshihet. Please, mos ta kalojmë në ura feminizmi, ju lutem. Është Por, podcast jo, apolitik. Këtu nuk kemi fare romancë. Kështu që jemi S'ke romanc? Ka. në sensin Jo, po tema prindrit. kryesore. Jo, temë kryesore jo, por Ja, po. momente që ku Se dashuria është e Po, dukshme. dashuria mbizotëron aty, dashuria është motivi për çdo gjë aty. Unë për vete tek kjo si anime, njësoj si tek Berserk, them që dashuria dhe këto emocionet e bukura, i kështu si me pikatore, Sa është për lezet më? Sa për lezet, sa për t'i shtuj që kështu. Pak si erza speciale. Po jo më aq, shikoj. Në momentet që ti ke një fenomen si lufta, dashuria është shumë pak Ka shumë pak Ka vend ka shumë për pak të vend. ndodhur. Nuk ka ta vend vendosësh. pyet se fare për të, po për shembull Pikërisht. unë përmend atë Është momentin ai kur çifti. është ajo gruaja plak Aha. që e merr Thorfinn Ah, në po, shtëpi. bashkë me atë vajzën. Po, Bashkë me po, dhe mbas si vajzën, çunin e Që e vet. thon John. Po. Ka vetë John emrin. Po, edhe momentin kur vijnë këta, domethënë mercenarët për t'plaçkit fshatin, Po. ta shoh edhe Thorfinn që vetëm e sheh dhe ajo është domethënë O çfarë skene ka qenë Ka qenë ajo. shumë e rëndë. O Nuk e çfarë di. Se skene ne ka kujton qenë këto, ajo pse? kur i kanë pa lotët në sy asaj plakës. Ai lëshgënjimi, kupton ai, o ç'a dush, Po kape pse? përjetoje. familja, Po. familja atij që u bë shok me Thorfinn në sezonin e dytë. Hë, Po, se Einarit, jo familja, Einarit. Einar, po. Që i kanë vrarë komplet familjen dhe ai është sklav aty po. Motrën, tëmën. Dhe ai po përpiqet të shpëtonte. Familje futen këta Po. gjithë. Po, Do pra me po, thënë, e motra kanë jema, fjalën. okay. Fjalën e skenës, Okej. mënyrën se Po. si përfundojnë ato të dyja është Makabër. Ma ka bërë dhe mua sa s'di qa të them, nuk duhet shoh më kështu serialesh. Do filloj ky podcast të ndryshoj, do bëhet do podcast bëjmë i teletabis komedi. në episodin tjetër. Jo, ore, se prap ka darë kështu ajo se kollën gjina lira. Ai baby që vetëm qeshte, ose ai frikë. Ua. Unë jam kurios që se ka pa vetën të rritur ai, domethënë ai ka fut vetë frikën vetës. Jam shumë kurios. Nga të rasti që del para pasyrë thyet pasyra. Bo. Vizitë. Ku Mario? Mos ta Wait a mos ta second. futi kështu. Po kishe një kuriozitet tjetër që dohet më thoje që parë, se të ndërpreva. Më duket. Kuriozitet tjetër, tani nuk e di se ka shumë gjëra kjo si Ka anime. një, sa Diçka më speciale, më pikante që mendon ti. Në spac? Me Tabasco të lutem. Tenga ne. Spec në Tabasco. Ke diçka po? Jo, s'po më vjen ndonjë gjë tani ndërmend, po thjesht mua më pëlqente shumë te sezoni i dytë, transformimi që pati Thorfinn dhe mënyra e tregimit të historisë, për shembull ai plaku te fusha, Ai babai gjyshi. atij lordit. Po, Si që ka pasur? i S'm kujtohet. që i disa si mëson thot të puno këtyre. për Që t'i i dhënë mëson pak të këta, domethënë përveç lordit që i bleu Po. këta të dy kur ishin sklever, i solli në tokën e vet, i tha tani e shikoni këtë pyetje, Që po punoni rrafshojeni edhe tani këtë, edhe po. punoni aty. edhe i duaj ajo për të tërhequr pemët. I duhesh Apo i duhesh një kal. po, i duaj kal. I po. duhesh e kal, pastaj për të punuar tokën i duhesh ajo Lop. Më shjerë. Më sherr. shjerë. Nuk bën punë I në duhet sherr. plugu. Lej, uaj, Plugu, pa i. plugu. Plugu, se s'po më vinte Po. fjala Ne ka dhe tonar farat dim, që bro. do t'i mbillnin. Era ritma të O gjona? vllai mbi emri im cap. Kupton është vegël pune.
Në veki që punon tokën, që ta di. Se kishe për cjap, Ta tamam. tregoj cjapin, që pasaj të bëj dhi, more vesh? Unë dash jam, ka nevojë. Dhia Si të më kaluat? Shqip. Se dash janë kështu Kozel modernizëm. në që e kishtë është cjap. Kemi dhe bira Kozel. Ik Sponsor i ri. Sponsor i ri, podcast. Kontaktoni. Dërë të pyesja, transformimi i Thorfin, ishte apo nuk ishte justifikuar? Nga sezoni parë deri në dytën deri në fund, domethënë flas. Pjesa e Llogarit mangën, Akmarjes. Pa llogarit mangën. Po, se nuk e dim ç'a ndodh më vonë. Po, patjetër që është justifikuar. Mendoj që ai i lan borxhet e veta shumë mirë në fund. Po, të Do me vdekje, thënë- fal. Për atë që kaloi, bëri sa bëri, kërkonte hakmarrjen, kërkonte drejtësinë, dhe pastaj kupton që nuk mund ta gjesh kurrë ashtu. Dhe justifikon në një farë mënyrë, ai bëhet i dobët, e se e lë veten të duket i dobët, Bëhet i prekshëm pra. i prekshëm. Njerëzor. Kam unë një pyetje, jo du Maj, ta mbyll me këtë pyetje. Jo, jo, maje. Doja ta mbyll me Maje, këtë maje. pyetje. Mbyllja e çik. Ku e kema megafon? Ka sa po këtu, Beni. Jo! Shif në pjesën e tretë, Lene. Mbyllja. Jo! Shadow Clone. Kea? Gati për... Mau, mau. Ma fani. Mjau, mjau. Mau, mau. Au. Au. E mbyllëm, e mbyllën. Boqëm. Unë nuk e mbylla, unë kisha ndërmend ta mbylla me një super pyetje. Ha, nisëm me super pyetje. Jam gati. Më ndiz është- zemra. A është Villain Saga anime që meshkujt e përdorin për të qarë në heshtje? Po. Au. Dhe mos e mohoni. Po. Nëse nuk keni qarë, nuk e keni parë. Dhe se keni kuptuar. Dhe nuk e keni kuptuar. Prandaj po e marrim shtruar. Shari, me oj kuruar. Eminemi unë kam bërë leksiona. Unë do të tregi me qenë atë në studio. O vllai, Po, se po, po, si e po. kështu mirë për freestyle ti. A pra, Po si ishte leku atëherë që ti jep të leku në leksiona. A pra. Po lele, vazhdo. Atëherë. Pyetja do drejtua ty unë. Po, patjetër. Që tek vdekja e babait, prekja e marrëdhënies çun baba. Tek lidhja e vlezërve, po themi, vllazëria e Bjornit e Ashkeladit, të gjithë ato që luftojnë me njëri tjetrin, skuadra që kanë mbrapa. Kemi Ketilin që ka çunin e paaft dhe është 18 vjeç dhe i duket sikur ka botën në dorë edhe nuk ka asgjë ndërkohë. Mendoj që you can relate, domethënë me këto, ju meshkujt. Dhe madje ato Ju kanë meshkujt. Villain Saga ka dy pyetjen e madhe. Çfarë do të thotë të jesh një burr? Po, dhe e vë A true man. shumë në dyshim në shumë momente burrërinë e të gjithëve. Të gjithë duhet heqin shumë pjesë nga burrëria e tyre për motive të ndryshme. Në shumë raste mund të jetë familja, mund të jetë dashuria për një femër, lufta. Sakrifica pra. Kjo është Është Në fund dhe të duhet ditës ta se gjithë përmendim sakrifikojnë. një gjë që nuk e përmendëm. Një ndër simbolet më të mëdha të dashurisë në këtë anime është një ndër pjesëtarët e ekuipazhit të babait të Thorfinit, i cili masi u vra Tregtari Thorkin, pra, kush nuk e një. i premtoi Lifi. Helgës. Helgës Helgës, që po. unë do të ta sjell të Thorfinin të gjallë këtu. Dhe ai Dhe vetë gjithmonë jetën e kërkon. që në momenti që ai humbi dhe derisa më në fund ai u rikthye që mori i grusurrat nga mama që se besoi. ai grusht. Ai grusht. Ai gami bam bam atë. Ashtu mirë presin vikingët. A më lalet ka shkomenja për në viking, ha? Jo, vallai. Thirrje për Norvegjin, Finlandën, Islandën, Suedin, Danimark. Danimarkën se harrum. Ja mos as më mami shkoj është larg. Ja më se vje E sjellin kolomari Mami e te. këna. Kupton të leja i Finlandën për Elbasonin. Punële! Ku ka më mirë, imagjino, Gugaça. Dhe Leça. Po pra, po. Birë, na. Ja. Ma të bririn. Por pos shakave. Po, kjo është për sa i përket asaj që po thoshin, për djemt, po. Të bëm vërtet për të qarë.
të bën vërtet për të qartë sepse sakrifica e babait që bën Thorsi për Thorfin, për të gjithë fshatin, është epike. Për mua është epike. Dhe është e rrallë edhe ditë e sotme, po dhe atëherë është shumë e rrallë që një ndjesi përgjegjësie. Përgjegjësie. Sot e kësaj dite ne shohim shumë që mungesa e përgjegjësisë është e madhe. Dhe asnjëri nuk merr përsipër barrën e vet, lere më të marrë përsipër barrën e familjes apo të një komuniteti, le ta themi ta tillë. Por që ai e kishte. Që një gjë të tillë, më falni, po e bëjmë ne këtu. Dakor? Na arrim shtremë të flasim drejt vlla, s'ka fare thjesht. Po e bëjmë ne vlla për këtë komunitet. Se po shajemi 40 vjeç, pra ne hoqa mjekrën, 20 vite downgrade. Tani është 16. Tash mos më gjykoni mua. Tani është 16. Unë do thoja këtë që ai domethënë e kishte përjetuar të paturit një përgjegjësi ndaj një komuniteti edhe më përpara se të shkonte në atë fshat, sepse ka qenë general. Jo thjesht general, ishte generali kryesor i ushtrisë së mbretit. Deri në atë pikë arriti, saqë nuk donte më ta kishte ato lloj pushteti. Mori gruan e tij që ishte shtatzën, edhe i tha që jo shtatzën kishte lindur. Po pa ishte me pasi kur e merr për të parë fëmijën tonë. Lind edhe i thotë që erën tjetër na duhet një djalë, ai thotë. Helga. Dhe si nuk e lë dalin nga dhoma në ato moment do vej emri. Mërzit Helga që domethënë u tregua aq indiferent ndaj gocës. Po ishte vetëm një herë pra, jo, ndaj fëmijës, nuk kishte rëndësi goca. Jo, si ishte gocë. Po pra, po ideja për faktin që ishte femër. Po. Për shembull prapë të më të përshtypje gocës ai me çuat e budallën. Po ideja dalim tek fakti. Ai është ai. Pa jetë. Katonar nga Islam. Na tregojnë neve. Unë çon Tiranë këtu lerrit Tiranë. Çka? Kjo skena, më falë se ndërpreva të sezoni i dytë. Me atë sklavin. Me këtë sklavin që kishte grua këtë, sklavin tjetër të lordit. Që vjen e shpëton. Dhe vjen për ta shpëtuar. Kishte zdiste për çamet. Kishte zdiste. E kafshoi më në qafë. Kishte revival potion ky. Kishte Shenlongun me vete. E paska shartuar. Dhe momenti kur ky vdes, momenti kur ky largohet bashkë me shoqja. Këto efektet stilistike që fillon ftofet ngjyra, ambienti, të gjitha që po tregonte që po i vinte vdekja, nuk e di domethënë ishte. Mu më shërnqes Aty on prek më shumë thënë drejtën. Si tek vikingët kur çohet se nuk folën për një personazh shumë të rëndësishëm siç është Ragnari, krau i djathtë pa këshilltari i Kanut. Që mund ka ardhur plasi që e kanë bë figurën e Ragnarit, një vezir ordiner, frikacak. Dhe thjesht sikur është kritikuar shumë. Shumë, dhe më duket me shumë nota. Ishin të dy ishin. Ka është ndjesia e atësisë që futet shumë, po e kanë në disa polemika, domethënë disa studie që po e shikoja, tregonte shumë dhe këtë pjesën që merret edhe ndryshe që është futur rëndom tani kjo pjesa e homoseksualitetit që mua ma shpif. Tmerrsisht e them publikisht dhe nuk ma ndjen, ma shpif, sepse është too much. Dhe atë dhe anime tash mua kjo gjë s'po pëlqen shumë të këto anime të reja. Sepse ka shumë doza që tek figuracioni. Po flasim për Kanut, ai duket sikur ishte gocë. Nëse sa ajo i shërben personazhit të tij sepse kupton më mirë transformimin. Më mirë, Dhe pas vdekjes së Ragnarit, çdo gjë. Është e nevojshme që ai të vdes. Është kjo simboli domethënë që herë në moment duhet ndryshosh thret nevoja. Po. Thret nevoja dhe ti duhet ndryshosh për hir të saj. Kjo që është e pamundur vëlla ti shpëtosh saj. Kjo që çuna jepini drejtim se zvi njeri të shpëtoj dale. Keni princi kaltër. Nuk ekziston princi kaltër çuna. Era parë në 2 sezone dhe 3 vjet që e njoh që jam dakord me këtë. Dhe nuk do jetë hera e parë. Do të prezentet e fundit. Do të festu kjo. Po. Hera parë ma. Nuk bëva ki. Hajde gëzua! Hajde gëzua! Kam pai! Okej, doja të pyesja tash se ti je arkitekte. Nga ana stilistikore, pra, do vizuale. Çfarë ka bë përshtypje? Landscape, ato pamje që jepnin të natyrës,
më pëlqenin shumë dhe bashkë me muzikën, po, që edhe nga ana vizuale, ishin shumë qetësuese dhe të jepnin pak ajër në mes të gjithë skenave të luftës. Po dhe në skenat e luftës kishte edhe shumë detaje të mirë të taktikave dhe nuk t'jepnin këto speeches që po do bëj këtë, do bëj atë, që bëhen shumë të lodhshme për mua. Dhe një gjë si këngët e princeshave të Disney. Part of the world. Explanation. Dhe një gjë që më pëlqen shumë është që luajnë shumë me hijet këtu. Okay. Kur personazhi duke kaluar diçka, merr tjetër ngjyrim, kontrast, ti e kupton, domethënë mund ta humbasësh filmin për një moment, por e di që po të pret diçka një moment i keq, një moment i mirë. Këto. Se bie sa herë që diçka shkon keq. Se kanë qielli për ta. Jo, po këtu edhe nga ana vizuale ndryshojnë që të gjithë. Po. Në paraqitje. Ky më duket rezistitjet pak a shumë 3D. Ja. Jo. Në fakt kuriozitet, sezoni i parë është çdo skenë me ngjyrimin e hijeve dhe me dritës, nuk është. Të mirë, pse e ul zërin ti sikur do të rraf. Ti para gjyku. Është pa mjekër më burr, nuk intimidon ta. Jo, se më duhet të nuk gati për tas, më po më lini. Po shikoj. Shkella nuk të rraf, sa ti në kamerat mes nuk të rraf, nuk me dorë. Mbasën e? Po. Po, të gjitha skenat e luftës në sezonin e parë janë bërë frame by frame pas CGI. Qa thurë. Ku i mësove këto ditë? Dje. Do ke pas ka i punë personale, se s'ka shanse. Po me projekte të rëndësishme, po nuk i tregon. Ore, unë kam një pyetje për gjithë, madje dhe ju komentoni. A mendoni se, normalisht për këtë anime kërë fjala është hakmarrja, a mendon se hakmarrja është thjesht ndjesi njerëzore apo dobësi? Komentoni, që mendoni, se realisht kam shkruaj në Facebookun ton, po jo. Rodi këtë. Po karceva unë. No, s'ka nevojë. Ishi mirë të pyetja. Dom. Të bëjmë pak serios tani. Po, patjetër. Flasim për hakmarrje. Ishte fix pyetje dhe përgjigje femrash. Flasim për hakmarrje, e shijoj. Po ta dëgjoni me vëmendje, e shijoj. Hakmarrje. Hakmarrje është një motiv për të ecur përpara për shumë gjëra, do të thënë, dhe është ajo që shtyn shumë personazhe këtu që të vazhdojnë. Por në fund ngelet një boshllëk. Dhe ai që përjeton më shumë është personazhi kryesor. Kështu që është një ndjesi njerëzore, po të çon në bosh aty, do thoja, jo dobësi. Në fund të ditës duhet ta kesh i çik atë shpirtin e hakmarrjes. Se ndryshe nuk do kishte ndodhur asgjë nga këto, po të kishte ndenjur. Ne e lej këto termat, po dil tem tamam në ato opinionin se këto termat i dime. Ka fjalor sa dush, po dil tem. Jo, më vërtet ai kishte të drejtë, ishte hakmarrës dhe të gjithë duam të jemi në raste pa drejtësie. E bëri atë që bëri. A mendon se po ta kishte bërë për të ishte hakmarrë ndaj babit vet, do ndryshonte historia? Në çfarë kuptimi që të vriste? Do ndjej më mirë që po ta kishte vrarë ai apo Thorfinin, në rast se do vriste vetë ai Eskaladën. Do ndjej më mirë, nuk do ndjej plotësuar. Si mendon ti? Po ta kishte vrarë direkt. Po ta kishte vrarë ai. Po ta kishte vrarë në momentin e parë, po, do kishte ndjerë sikur, okay, unë fitova, sepse ishte thjesht një fëmijë. Momentin që marrëdhënia e tyre krijohet, ai po të ishte aty në atë moment, do ta përjetonte shumë. Nuk mendoj që do merrte kënaqësi nga ajo. Sepse shkojnë prapë te tema që ai u bë babai atij në fund ditës. Dhe ka një mix midis hakmarrjes, dashurisë, është shumë marrëdhënie komplekse. Ishte lidhje toksike. Princ shqiptar, nuk këtë patë origjinë. Damar shqiptar. 100%. Unë do të thoja këtë, autori ka folur shumë për këtë anime, edhe në komunikime me shtypin, me fansa, dhe ka thënë që Thorfin unë e shoh si djalin tim. Ndërsa Eskaladin e shoh si babain tim. Është munduar t'i vëri të dyja rolet. Dhe ai është personazhi i tij preferuar. Vetë autori shprehur që Eskaladin e kanë personazh të preferuar. Duket. Dhe bravo. Po ti mama. Na bravo Thorsi që seri 2.
Qa me bo më shumë? Nuk është se kam një personazh të preferuar të Vinland Saga. Me thënë drejtë, mua më pëlqen zhvillimi i personazhit që ka, çdo njëri prej tyre. Dhe një ndër skenat që mua, pavarësisht se më ka bërë domethënë të ndihem shumë kështu që ore çfarë po ndodh, po më ka pëlqyer shumë, është momenti i betejës së madhe që ka ky mbreti Kanut me kokën e mbretit, babait vet. Po, me ato që vegime që ka që i dilte në çdo moment të ndryshëm dhe i fliste. Dhe bënte një dialog me këtë halucinacion në vet. Është tipike që përdoret në shumë filma dhe seriale, kjo pjesa e princit të ri që vret mbretin e vjetër edhe Ashtu ka qenë koha atëherë. Marrja e pushtetit është një temë tjetër që trajtohet me këtë personazh. Këtu ka marrë që nga Hamleti. Po. Vërtet, kur kujton historinë, ka marrë pak nga Hamleti. Po ka marrë. Nuk ishte pyetje. Ka marrë. Kërkoja aprovim. Ka marrë. Ka lidhje edhe me Biblën. Ka lidhje edhe me Biblën, sepse këtë Thorfinn e mendojnë si ky Adam i rë nga Parajsa, ndërsa Eskaldadin e mendojnë si ky Luciferi i mas domethënë i fshehur dramatik, domethënë kështu e mendojnë. Ndërsa nuk e mbaj më të mirë se si e klasifikonin këtë Kanutin. Asu se kanë ide, po do thoya një ordiner i klasit A3+. Kanut? Samsung Kanut? Po. Jo, për mua. Se? Për mua jo. Thjesht i qyrs që na doli nga hiçi. Ja ku e ke. Ja ku e ke. Çfarë duhet qyrsajt? Jo aty, para. Më para. La bella principessa. Shiko, ai ka jetuar gjithë jetën në hijen e babait. Po pra, edhe un kam një ndjesi shumë përçmuese për njerëzit e dobët. Shumë përçmuese. Ty të do. Sepse nuk thash slim. Asnjë lloj arsye. Se duhet të rritesh. Bëj gjën tënde, më vëlla, guximin. Ki guxim për me dal nga fluska e prindit dhe dikush tjetër nuk ka rëndësi. Ajo është të maturosh. Po mos e ska lidhje se shiko pak. Derë varet nga konditat ku je, është vërtet. Po pra, në atë familje, se aty jepet dhe backstory aty. Po. Ti e kupton shumë mirë çfarë pritshmërish ka për atë të birin e mbretit. Ku do dalin ndryshe? Po mirë, ja okay, të paralizoj unë me jetën e përditshme, pra real life implication. Unë njoh kam miq të mit që kam prindrit mjek. Pra, një babai është neurokirurg shumë i famshëm, e jema është kardiokirurge, dhe ai zotëria sot e kësaj dite është këngëtar. Dhe aktor ka qenë me mua, ka luajtur. Si drej që ndoli nga hija. Dhe ka qenë fëmijë me mua, po flasim në gjimnaz. Dhe diçka, ndoshta edhe pak më herë. Familje mjekësh, djali artist. Po. Që ka i sosion. Që ka i sosion. Klea, mund të ta ja push shpjegimin. Shumë simpatik. Nuk ka lidhje me ty. Po ti nuk shef më burr. Ti atë është me sy të zemrës. Unë që shoh e kam faktuar, dhe shoh mirë, po që gjithsesi. Kam 4 sy. Edhe kur i shoh tonë se diare di. Shikoje kur i hoqe këto, shikoje. Është do ta jap unë atë si përgjigje. Do ta jap unë atë si përgjigje. Ti do ta bëj paralelizëm edhe me filmin The Book of Life, libri i jetës. Po. Ti jeton në hijen e dikujt. Dhe ajo hije bëhet në një farë mënyrë mbytëse. Po. Dhe ti ke ftoht, realisht ke ftoht, tu nuk pëlqen lëkura jote, nuk pëlqen ajo që ti bën, gjërat që të rrethojnë, dhe ti fillon me veten tënde të thua, ore, a është kjo ajo që dua unë në të vërtetë? A është ky versioni që unë dua të kem në vazhdimsi të jetës time? Dhe ti aty i bën një shift vetes. Është një moment i vogël që ti thua, do vazhdoj këtë rrugë? Jo, nuk jam unë, nuk është kjo gjëja ime. Dhe thjesht del nga ajo gjë, del nga ajo flus, nga ai format i krijuar nga tjerë. Ajo çfarë unë është kjo që unë nuk i kuptoj dot njerëzit që nuk dalin dot nga kjo flusk.
E kanë të Se- vështirë. Po diçka duhet të ndodhi që të dalësh Duhet nga i ajo. shkak i Po pra, jashtëm, është i e vërtet. refani gjë që ta Sepse thyej. si- Po. Unë e është patat edhe e aty. vetja, vetë personalisht unë e patat Vrasja e e vetja. Një sekondë se po flisnim, Je. mos na bëni biseda në përvesh na ju. Jo, s'po bëjmë përvesh, mikrofonin ndezi kemi. Po flis të eftuara. Ndjes. Jo, do thë edhe këtu kemi vdekjen e Ragnarit, Po. që ja ndez atë motorin. Ndryshe nuk do dilte kurrë. Po ja ku është problemi. Në momentin që ti nuk e gjen dot vet, në momentin që të ndodh një gjë madhore që është në mënyrë imediate ti duhet ndryshosh, aty janë predispozitat më të mëdha që të gabosh. Dhe Dhe ai- zgjedhësh rrugën e gabuar. Po, e zgjedh rrugën e gabuar. Jep pra. Domethënë mos prisni, këtë e kam këshill për të gjithë, kurdo që është më i vogël se unë, mosha ime, ndoshta edhe më të ndaj nuk ka rëndësi. Mos prisni t'ju vi momenti. Asnjë moment. Momenti që po prisni, do ndodhi diçka shumë e madhe që thjesht do jeni detyruar. Po ajo është momenti më i keq kur jeni detyruar. Kështu që mundoni gjeni veten dhe kanalizojeni aty ku keni dëshirë dhe keni ëndrat tuaja. Kjo është këshilla ime. Pastaj boni çfarë doni, s'do t'ju them paçi vetëm qaf, por paçi vetëm qaf. Nuk do të them po, do të them. Po e them. Kam sinqerisht, për po saj, por që më vjen një natë shumë që Ragnarin e kanë kanalizuar tek ky lloj karakteri në Vinland Saga. Në fakt më nuk më pëlqente mënyra se si e bënte Kanut që të mendonte dhe të silleshe. Po Kanut ishte princ dhe duhet fillonte Do të kishte atë një rolin. lloj Përgjegjësinë, more. autoriteti, një lloj Ai është autoriteti në arsye- fjalën që nxirrte Po. nga goja, në veprimet që bënte, E mbante shumë të kontrolluar. shumë të kontrolluar dhe kjo e ndryste. Ja, ka sapo se do e mbyllim edhe për pak. Ma. Vazhdo. Kështu që mua prandaj nuk më pëlqente, nuk mundesh ti që ato që mund të jetë sundentari nesër i kësaj mbretërie gjigande, ta ndrysësh deri në atë farë Për ta feje mbrojtur. që ai të duhet të flasë ty të veshi. Po, vrita. Vrita. Është për mua është një gjë më të këqija që kam bërë aty. Ai si personazh. Po. Sepse e zbuti Kanutin në mënyrë të frikshme. Për mua ai është arsyeja që Kanuti Ishte ashtu. ishte ashtu siç ishte dhe u bë ashtu siç Skizofren. u bë. Sepse Kishte tipare, skizofrenie, po nuk është se ishte. patjetër, ishte budalla. Jo, budalla nuk ishte ai, ishte i zgjuar të Jo. Zotit, po ideja ishte që mënyra se Nuk si e ishte i përdorte. përgatitur për atë sepse. Si ishte i përgatitur për Fare, prandaj se po. nuk e la. Ore, ai shkoi deri në atë Po. pikë sa vrau vllajën e vet, që e kishte Ti rrojt idur. çka ka për zemër, ç'të Dhe ngeleshin hije pastaj Po. që shikos. Nuk Kjo është se është s'kishte fiksa ndërgjegje. Kjo është fiksa Hamletit. Ndërsa Klozim, 100%? një personazh tjetër për cilin nuk folëm, Aha, që mua nuk e di pse më pëlqeu shumë, aha. ishte ai komandanti i mercenarëve në sezonin e dytë tek toka e këtij Lordit që i bleu këta O, si që i blet të sklever. sklever, po. Ai me flo kafe, që flinte gjithmonë te shtëpia e këtij gjyshit, Çfarë personazh. Nuk më edhe kujtohet. Snake-u. Snake-u. E përmendëm, Po, po përmendëm. prap nuk i dham shumë rëndësi. Po, okay. Snake-u, po. Snake-u, ai nuk e di domethënë shumë karakteri si fort. personazh Ishte i plotësues, konsoliduar. ishte- Po. Lexha ishte mirë shkruar. Po, nuk e di, thjesht më pëlqente dhe Kishte fakti shumë që karizma. ai kur e shikon në pjesëtarët e vet të skuadrës, Snake, Zhërmën? Snake, mau, frenon, Mau, dale çfarë po Mau, bën. mau. Snake-u. Po Jo, se si ka marrë, vënë emrin. Ishte Po se fantastik. ka vënë emrin. Mirë, patjetër se. Gjarperush. Shqip. Rushi. Rushi. Dragua. Shushu. Shumë e shpifur kjo skena. Ave le. Shumë e shpifur like kjo skena. Oh, Okej. Momenti. Për fat keq. Ja, mo, ka leka i Jemi- shpejt dhe? Ha? Ka leka i shpejt. Iku lale. Iku si pa unë iku. Ishte tematik fantastike, një anime Po më fantastike. vjen keq, ka shumë gjëra që mund të fliten, ëh, janë pa fund. Patjetër, Nuk ka shumë mbarojnë limituar, nuk asnjëherë. e. Realisht, ndoshta si kemi cik gjitha temat një për një, po Mesazhet që duheshin ato DC u përcollën pak a shumë. për por mua thash mesazhi ka- më i madh është ai që I e tha paqes. dhe Ardita në fillim, një burr i vërtet nuk përdor armat, por shpatën për klasike. Të po pra. luftuar. por me Jo, jo klasike. Jo klasike të drejtë. Por mesazhi i vërtet i kësaj si anime është që dhuna nuk është zgjidhje dhe nuk është Pikërisht. kur Edhe në jetën përgjigje reale. për problemet.
Dhuna si vetëm dhunë. Patjetër. Vrasje. Dhe pasoja shumë më të rënda, si që janë vrasjet e... Me këtë e mbyllim që ta mbyllim mirë, vllai, mos të kalojmë drama dhe Duhet jemi falenderues për këto që kemi. Dhe jemi falenderues ndaj sponsorët tanë. Shiveni si o këtu Bobi, Amastiçarti. S'na zbukuroj veç neve sot, na zbukuroj dhe të ftumen. Shi qa mrekulli e ka bo. Faleminderit, Mos harroni dale, kodin Shadow 25, se përfitoni skondo se marrë dhe Black Friday. Do vini prap, mo të më thoni, Arlino, si është ai kodi lale, se marrë Black Friday. Dhe jo vetëm bluza, hoodie, po tashmë dhe me sweatshirt. Të keqen. Se mos i di këto termat, ky kolegu im është më into fashion. Pak të Dhe një falenderim shumë i veçantë dhe special për Enzo Atinin, që e kompletoi, u bë qershi ambitor në të gjithë arredimin dhe kompozimin e bukur të kësaj bukurisë tu. Na falni për kompliment. Shpirt mos më vrit. Zoti lartë në po të qep. Fone! Sotir. Falenderim shumë i veçantë shkon dhe për Flower Decor DM. Flower Decor të lutem, super dekor shtëpie. Orientale, ambientale, tropikale, si ti doni. Si ti doni që ndisim vetë. Që baba, merrni në telefon, kjo ambienti ma arredoni qik. I keni me të gjitha gjona. Edhe ju arredojnë kështu. Fiks fare lale. Jeni vetë të bukur, po ju arredojnë akoma më bukur. Këshillikë vllan këtë betoni që na ka mbyt. Patjetër, nuk diskutohet. Dhe jeshillikun e sjellin ata, ne shkojnë te jeshilliku tashmë. Dritë. Ke qef mik me pushina? Po patjetër. Po kush është ai që nuk... Duhet çik pushim. Pse mos ta duash, pse mos ta kërkosh në një vil që t'i jep të gjitha komoditetet për të shijuar të katërt astinët. A çfarë vile? Ka përqosa fare. Me të gjitha astinët. Doga pite familjare. Në një super vil me ambiente për ndëjtë, për të fjetur, o xhak. Guzhina, nuk e di do me thënë, unë sa erëshi, po? Dhe pishina. Ka dhe pishin. Për ta shinë ndimërë? Në fakt, spoiler. Në plan. Në plan për në jacuzzi. Çifte romantike, simpatike dhe autentike. Ose! Shpejt! Ose! Alo! Pushina të di vete. Me vrap lale, ngarkoni mushkat, ato... Ato fiksa shusha theti, po. Numrin e telefonit e ke në rrjetin e tyre social, vila private janë. Si ti janë? Po. Rezervo datën tënde, shko atje dhe çdo gjë ata ta japin, ta ofrojnë çfarë ti ke nevojë. Thjesht kaloni mirë. Edhe i birë si vikingët. Fiks fare. Birë, ke super frigorifer aty, mushën me arga. Ore me stek apo dush. Tash arritëm fund dhe falenderim shumë special për ju që për ty sidomos që që deri tash se jeni horre jo dhe hiqni kështu nga ai moment. Falenderim special kemi edhe për vajzën që na erdhi. Faleminderit. Na zbukurove, na ndriçove studion. Faleminderit që më ftuat. E ftuar më e bukur që kena pasur. Kaq po të them. Të gjitha gocat janë të bukura. Patjetër. Dhe falenderimin ne kemi për ju se që nisi dhe Arlini. Faleminderit që bëni like, subscribe, shpërndani video tona dhe vazhdoni akoma të jeni këtu me ne. Ju lutem mos bëni shumë meme me këtë mjekrën time që se ka, ju lutem. Bëni meme. Gold stickers. Xhaxha krune. Meme. Çfarë pa me diçet e kafe. Jo. Zë kupton kush pak kush mbrapa. Ciao, sa jemi këtu. Ciao. Ciao, ne pafshim episodin tjetër. Shadow Clone.